Kristina po pret të një ngjarje madhështore muzikore në një shfaqje të parushme nga MC Kresha dhe Lyrical Sun. Red Bull Symphonic do sjell në skenë dy nga ikonat më të mëdha të hip-hopit kosovar. MC Kresha edhe Lyrical Sun në një orkestër simfonike të plot në cilën festimin e këna aftu në studio Lyricali, edhe ka dëndone që me visetu për këtë mranje fantastike që këna më knaq atë dit. Le më reforë shumë ku e njërë se të shiljet këtë bo. Qishje, e mirë, dhe që fulle va. Hade, ka dëndone për të gjithë. Një përshëndetje. Pese qishje, se filoni. Qishje, e mirë, e në ratë. E mirë që a banë? Si po ka dënë? Dërimi të mja, si po ka dënë, a e mirë, së shine. Qa ke bo? Gjithka. Gjithka, që shete? Mirë që së të në televizor live, familjen së më rallëtia? Mirë, po, bjerë Allah. Sanet e hekrit binë krejt, da? Dhe një më farë bakri, kësë muna me... Që do më bakër vishë e bojna një bëzë. Familja mirë shnash, ka jo? Që shënja e një numër krejt? Fanderit zotit krejt mirë. Që shë përshkojnë punë? Mirë, kur ki punë, do shme kone happy edhe mi falendru zotit mas pare që je me shëndet edhe po më në shme bo punë. Ate në stopjum të përsërit që të farë punën e parës tre, o thonë pare a resë edhe është koha. Në ki ko, ki parës, ki ko s'ka pare. Apo kuptan? Kështu që gjithë shka po mëno me pas pak ko. Apo kuptan që me kry këtë qatë punë, këtë qatë lodhje ose aktivizim që e ki gjatë dinamikave ditës, më këthy në fund të ata lëshkamonat e tu mi ka për faqe, mi dasht. Fjallin e ka për fmit? Për fmije, për grue. Për fmije, për grue. Se e gara të të më këshyrë. Qere mërë njeri lëshkaman të i thonë grus. Lëshkaman kë? Ka më të sakatu, më të kalzaj. Kësh? Fillimisht, duke filluar, që është në fillim, për hajrë albumi ri, se nuk kemi po, edhe... Po, normalisht. Mos ma bërrafsh? Mos më shtë me bot pytje detalisht dhe me morë vështë se ke ngu alo. Ja, ka ngu, hish ma largë, që më dash prap me ngu edhe sëtë. A po? Po, se ke pas me më vetë, ke pas me më pytje. Ja, di shka po në thasha, di shka sëtë këna me full për një koncert që është shumë i rëndësishëm, për formën që është po bohet. Një ditë kime orë kështu, kena me full të amon për ty. Kur dush. Kena me full, kena me hinë detaje. Ishte të kryt që kjo sezona e... Po, miratu këto gjana, këto procese sandën. Për ty t'ja dënë 24/7, vesh? Dira qenë. Po, be valoj. A di som gjemër më s'pore. Po, disish, bëllë ciklet kërpër një njerës, da? Po, si se bjen keq mi ngushtu. Jo, mish mi ngushtu, po, a mi janis për pyqjes 27, a mi janis për pyqjes 3, a për pyqjes të parë, se kur zin. Spontanisht. A kur zin e ki po këta gazetar që nuk njojnë, e dojnë. Ja të pytje, sa ma pak s'po dalë një për nëjë sen tjetër, për nuk përshkojnë intervista se pikon pytjet e njejta. Pse Lyrical Sun për na fenonës jom të u përgjigjo. Që 26 vjetë të në du të me kalzu pse e kam emnin Lyrical Sun. Për që e këmë bu vetit me këta më në zote. Ne Allah emnin festim, timi. E me u kry. Lyrical Sun me njeri, për i këpos ma njële. A i dashuruar. Kju. Njeri me 3 fmi. Zotë janë, të thonë, fëmija i vogël, bo, a i mesmi. Se për veti mos më vjen shmëri, ja? Për që ata, seriosisht, adin edhe kjo një farlaj si tirje publike kështu për gazetar, kur ka për shembull tema interesante cilat muna me kontributi që ka rrët asoj tema, ose muna me jap në peace of mind dhe barit, a beden? Po, me të tirë musafir për shembull për nëjë temë që ty s'ki lidhje vëllo për pesticide me fola nëjë zanë. Po do të më koni gjona, për shumë, nëzirin punë, tapë të shkën atë pesticide. Unë në lezoj që shkase, po do të më shkrua, po do të më shkrua. O shkojnë fitness trupit, shkojnë fitness trunit, po do të me lezu. Po do të më aktivizua. Si në fakultet të një ere. Festim, una, me të thirë festim, a dhe rikava, që shmë ki qërë. Qysh dush më nëshme në thirë. Se adit le ta din, i madhe i fogël i mesë, Të din. Një diçka shumë e mirë, të më dhëmë fillim të karikot. Me pavarësin e partë, shpallin e partë, pavarësisë të Kosovës, natë të dytën. E tash, po më intereson se
po nisna pak edhe prej asaj kohës më hershme, këtë kena pas dëshirë edhe qef me bot diçka tillë. Po kush se ka marrë guximin. Na të munu shumë më të dërën. Këtë ondre kena. Se si l'artist që janë nisë me bu muzikë që të e ka ondre. E tash, ju keni mrinë këto. Po, që ka përdu me lidhë, mas pari është ajo që ju s'ja keni do live-it. Kur? Më thonë, kretë kohë, në gjdo koncert, gjdo vend që keni marrë pjesë, bile keni pas raste kur keni thonë që nëse s'knojmë sonë të këtu live, na... Po i kena dalë. Po të rejkemi se... Po, ka pas raste. O da është në ashtat dikun me pritë dhe një ekstra zërim, me vazhdu se s'ka pas. Qëre, jashtë modestis, kjo u kohën gjithmonë si principi, jem si kreshës dhe lirikallit të njetën, prej që jena bu bashkë. Ka ndodhë, për shambull, para se mu bu pinte, kena ko mujtë tëne personalisht për vete me dalë voice over, që shdalin krejt, një herë, 2 herë, 3 herë, po e kom pas që njësë më paguin bilet me të ngu. Unë e Bukurash nuk jam o vla. As nuk vesh në naj qysh me vizlu, apo kupton mu vinë me mëngu. Ma më së valash dhe se si djetë. Qa më ti t'je martum, ka unger dresim. S'kam shka, ja. Edhe, po më nëj njerës vinë me të ngu, edhe në anë munu gjithmonë, edhe kur t'ga bën, live është interesant. E ka bukurinë vetë, se ti si reper, për shambull, ose si artist, ose performus, çfarë do që je, kur t'ki përvoj edhe zhvillon atë intuitën që shë mund zerë, kur jetë e bu gabimin, e ki atë, në fakt, është një farë intuitë që e din që jetë e bu gabimin edhe gjysore ma, në fakt, gjys minuti ma herët, ose gjys sekundi, se, po, njëtë në ko është mënyra qysh në zerësh, edhe qka thu, edhe qysh e vazhdan. është shumë interesant mja po edhe ftyra që aty në njerëzve për shumë kur shumë të gabu. është edhe se ka si faza që ta din tekstin ma mirë se ti. Po, që mundet me ndohë se janë shumë kongë edhe... Po, janë, s'po di sa janë bre, për 1500 garant janë që deri shtash për që ja kena njësa, po kuptan me këshyr me guest features, sa kongi kena bo për tjere, sa kena shkru për vete e për tjere, gjithësysh e më rrinë qatë numër edhe shvallojnë. Problemën e për po vjeshat shkull të fillore do shkemi mësu si kong, si reptur, e në me dollë. Dhe të jabë mësu se s'mi kap dur se s'moj pa dur, ha? Që bre me albumin e ri që ta është pe kena, do më thonë ja kena njës me kreshën si në fakultet, po mësojna tekstet se spidina, është pak, qëre, është shumë, kjo puna e Red Bull Symphonic për neve në është ta përshkak që ti fakti që e përmenë mund të me konë një nuancë ma e letë, për shkak që e dim një tjetrin, e ku be diju në kurmet, kresha pa frim, kresha e den kur unë mes pa frim, den sa muj, tek muj. Edhe është një farloj energjie që u kriju bashkë, që gati 20 vjetë po bom, që bujna muzik bashkë, apo kupton, jam e mësu një tjetrin njajsh. Njëjtën ku kena pasë performansa tjera me orkestra, me bende, non-stop, nuk e kena pasë, nuk e kena të sotit, e kena një farë përvoje. Për ndryshe, qa me thonë ma shumë, kjo është andrës se cilët këngtar, se cilët artist, me dalë me kënu pure live. Apo kuptan se... Shka po më interesant, qëshar deri te kjo që me u vendosë në korrekt vitit 2025 me një simfoni, me pas një koncert në Krishtet Bështi. Red Bull e ka bo approachin, në ka thirë... A ju kanë thonë që najna gatshëm me... Po, na e kena që ti di shumë ma moti, po që Red Bull i dule dhe realizaj, edhe shumë nice, me të vërtet e vlerësaj, se po më do të një përkëthy ka nërë të fjallë anglisht për me nëjë. Me të vërtet e, për në me, është diçka që nga ka ndimu shumë, se na e kena pas këtë plan shumë ma motin është ta para shumë vjetë, me bo po shumë problem me organizu kur tjetën koje edhe në zonën me koncerte, me kryimin e kongëve treja, me gjerimin e videoklipeve, që në jeta private kënenan, që a jetë të punu alo kështu privat? Po, pak, shumë pak, jo, kur ka nevoj për në edhe kredia, që si në shkrimin bolë që tu me dhonë, ty të mas kanë përgjisht, ha? Vesh përgjisht, unë një marrë, ku do, klajke dhe kry. Nej, se ka ke liru pak? Jo, jem liru shumë, mirë po, jo, nuk është që jem shkëput kejtë, se shtash mas sezonës më do të mu angazhu aty pak ma shumë. Se është, edhe ajo është diçka që e kom dërtu bashkë me të shpijës tam, është një farë edhe ata e kom bebe tam. Edhe mirëna edhe me ta normal, në kohë të lirë, po që tash kjo profesione jonë, muzika nuk të lenë mu marrë me tjetër sen. Nëse mirë është me muzikë, nuk mund është mu marrë me tjetër sen, se për një baseline është ta 8 orje të full me producent, ose për një hi-hat që ti vetë je producent, për një kick, për një kurgjesh, ta hup të nditën se ja nuk është
E qëllume, ja. E qëllume, whatever, s'po njetë mirë, ndro, mësë ndro, whatever. Abeden, ka shumë qka për me u marë. Muzika ka shumë, është qash e gjonë, dhe qash do të më marë detajisht me ta, kur normal, kur të sjell albume çdo vjetë, këtë rast, po flasë për vete, nuk po flasë për mua, për kreshën normal. Gjithmonë kur po tha mëne, po mëne edhe për kreshën. Na po munum, do më thonë, mja është përbly, mja qatë reflektimin e dashnis që po na japi njerëz me dhonë për mes që kjo album, qëto albume që dalin në reflektimi dashnis ose reflektimi supportit për krajës që e marrën për njerëzve që në anguën, apo kuptan. Edhe Allahojnë është pak, me prap po dalë për modestis, me thonë po është Gogja është problem me konë fanë si lirikallet edhe festimit me ketë ato tekste për shamu pa përsëritshme edhe me ketë atë përmbajtje, me atë ketë ato fjali që mund është me kapë me këshyrë që sot nuk është diçka shumë aktuale ajo punë. Sot ka ndrua të thjeshtu edhe dy rreshta të rreshta. Gjithë kundër asoj, gjithkush stilin e vet. Se cili stilin e vet. Po prapë po thëmë, në qka servohet kur jena na dhe jena prapë jena na që aty në qka në krejt të që sërvun edhe jena të zgjedhën, kjo është privilegj shumë i madh. Të më thonë, është me i falenderu Zotit për shëndetin që ta ka thonë edhe mundësin mi knaqë ta njerëz për mes që ati artit ose që asoj pjesë shpirtnore tanës që te e ki dhe i rrit me ta. Po du me folë tash për këtë mramje. Dy Korriku në krye qytet, sigurisht dikur në mramje ka ora 20, 21. Edhe tash, se hajde u vendos, u morët vesh, thamë, pa po thatë, më saksisht që po buhet një mramje, qështu me simfoni, Red Bull Symphonic, po, jo erdha e ideja mas njën me thonë ka dole, vish pa, kush o mrapa? Kush kanë më qenë instrumentista, qka, qysh, dirigente, a kemi diskutu këtë më abet. Po, jena informu. Para se me arë, se i pashun e sot në Instagram edhe do prova të ushtrime që jeni të i bo. I kina bo, jena njoftu me simfoninë e Red Bullit, me njerës që kanë me qenë prezent, aty mos gabu shem dykun 42 instrumente. Po morim me shtash krejt. Po, jo jet lag si të vore, po mbjen me shku kneja ne, shumë po mbjen me përkthy, tani edhe përkthy s'kom punu, vetëm te. Frisë më ka dozë më, ja? Jo, kur, jena njoftu... 42 janë. Po, jena njoftu do më thonë me shumicën për të ne kena pasë dhe photoshoot, i kena bo që ato klipet që i pete në Instagram. Ata e njerës do më thonë, mu pëmdo këtë vetëja shumë i vogël. Edhe më ponina shumë i vogël, kur pisha... O, dorë të cefis, bis, shavëden. Unë i di basic chords të gitarës, edhe tash dyqysh kur pinit të folë, qa muna me folën është nashta për naj 4-4, naj 3-4, që ato që basicet që i dina nasër e pera. Po, kur pisha ata ponina shumë i vogël me të kalzu drejt, se jem shumë i ndishëm da instrumente, po kuptan edhe me njerë. Po, eshtinë na një mere për vatë? Jo, qa përshes... Të thumë shumë nere për vatë këta? Jo, po në këtë thëmë në atë sen, më nuna me konë soma... Nuk kom qef me konë shumë rahat, kom qef me konë qka nëse muna me bo dhe qëta. Se momentin që thujna që në rahat atërë, aj update që vjetë si kur në iPhone të nëllët të instru edhe se s'ka. Së është e mirë asë një herë. Hishë, së është, muzika është ashtu. Do me thonë këta njerës që kanë me marrë pjesë, do me thonë dirigenti i kësaj simfoni është Gian Emin. është nga Maqedonia, është dirigenti kryesor, dhe më thonë, është njëri që është i njoftën për bashkëpunime me artistat më që kanë fitu Oscars edhe... I kam këtë informatat me të kalëzë drejtë shkëru me pësë më pimbojnë menë. Që është shumë normale. Po, pesha dhe rëndësia këtu në njerëzve është shumë e madhe. Dhe më thonë, një njerëz që kanë bukë si sene me të formateve dhe nështë ta matë në vaja. Do më thonë, krejt kjo, këtë kjo ekip, këtë kjo shërvim për Red Bullit që po bot, për Red Bull Symphonic edhe MC Kreshës edhe lirikallit, është diçka që unë si festim, ju si këngëtar kisha pas shef me konë front row, që aty për para dhe mu knaq. Me mujt me bu, klenim, dyqysh ose me hologram vetën, me mujt me po, që aty sas shadash ma shumë. Po Kreshës ti një unë një, ti një unë një. Jo, mërë se se në ljo vetë, asaj se në mblenë. Po të pak në sa me po që ka më ndonë, ha? Veç, e bukur është që ti ki me mujt ma ndej krejt kompletat organizim me ullë edhe me këshyrë në gjerimin që ka më bo sigurisht. Aty po, e keni mendu që s'ka me qenë veç një natë.
që mundet me lyp edhe nata dytë. Se fjala për në AMC, po, ka me bu në AMC. Po, edhe ka ullse shumë. Nuk është dhe me thonë AMC full capacity për shembull pa ullse. Se ka me pas shumë ullse, edhe në është një farlej selektimi biletave. Shtu kur të këshysh. Kush ka me mujt me ble, ka me ble. Qash. Se keni mendu dhe e kena menu, unë e kom menu, e kom thonë fillim, po jena konë shumë, unë edhe Kresh jena konë shumë të koncentrum në performance, në album, playlist, në Kresh të videoklipet, e Kresh të koncerte që nga ka ndodhë që të ditë. Shtu që besëm që shtasht kure për mene më kujtu që në fillim kër kena folë, kom thonë, hej, kena me pas problem, se njerës kanë me pas bileta, se numri nuk është qash i mazë. Po, për shkak se sa do me qenë AMC-ja, që është shumë e mirë si hapësirë, krasim me që shkanë me lypë, se tash, jo veç si Kresh a Lyrical Song këtë rast, po jem të folë për një koncert krejt në format tjetër. Po. Edhe krejt kanë qenë me pa. Nëse une shkoj rrallë në për koncert dhe une du mu konë që aty. Vetë fakti që i baba jam. Me ma do ka rikën! Vetë fakti që i baba jam edhe nona jam kanë shprej dëshirë më ardhë. E ta është logarete. Në më thonë, do të me pas hapësirë. Po. Plus e kemi këto kohën e pushimeve që vinë prej krejt Evropës shqiptarët. Një farloj se dhe para përgaditje për vitin e ashëm që ma mërmaja që komu bu një koncert dhe maj madhët që shtu në që të farët format. E në me mirë se përmenda, më s'pju pëlqen mas nej mos, bë një kështu. Si dijet. Si dijet. A dhe që ish, unë e kam jetoj ma të tonje, kështu e kam si tamën, ashtu buhet nesër, edhe mos e lëdh me shumë trunin, gjithë shka që atë vjen pej Zotit. Të përgaditu për minimum, përgaditu për matë keshen, për të mirat mesmet, edhe të mdojat, ja u gjena venin, sa hora, hisë është problem. Nga më rëndësi është mu bogati për matë keshen, për tirat. S'po foli këtu në muzikë, po foli kështu në përgjithsi. Përgjithsume. E, të regon tash se përmen në playlistën, se edhe qëka tash roli jëtë aty në përkong shumë ta, e ki edhe si që këndon, jo veç që bën në rap. Artistër e plako, mund të të pos lirikali që ti e vetëm timon, unë jam makina plako. Unë bluaj aty, unë bluaj aty. Se të bona ju gorë sa ora, une. E qka po më interesant, tash që keni përzgjell edhe, a je përgati do më dhonë edhe për këtë pjese, ka me të ra me repovat, ka me të ra me knu, simfoninë e ki mrapa, dirigentin aty. Vetë me sen që jem të jep rëndësi kështu shumë, është mësimi teksteve të vjetra që i kom arru. Edhe përsëritja që të në teksteve të reja që i kena shkru tash. Për dyshë saj përket performancës, po s'po di shumë të tonë, si kur me ja jap një Ferrarit një pist drejt, edhe me thonë vëzit knaqë. Musha. Që kjo është andra zë cilët artist, do me thonë, unë këtu isha Allah nuk më marë, nuk më kap lojnë emocionet, mos me mdoll asë zone pe... Ja, ato 5 sekonda edhe me ndodh, ka më kone këtushme shumë ma vështore, me kjo është për në me është shumë ma vështore dhe është diçka që edhe tingulli i kejti koncerte dhe kretë që aj vibe që i ka më bo, kom pak ma ndryshë se njerëz mësume në një për diskoteka, në për festivali ku s'ka pas, edhe pse kena performu me instrumente live shumë shpesh. Po nuk është aty, kjo simfonia Red Bullit është tjetër frim, është specifik, është shumë specifike edhe është shumë unike, është ajo edhe that's it, apo kupton, muni me pa me hin YouTube, me pa artista tjerë, që shë e kanë bo edhe për në mesë kur bo, për herë të parë oferta për me bo qëtë punë, unë jemi kom këshyrë. I kom këshyrë Gjermant, i kom këshyrë Francest, i kom këshyrë Italiant. Kom thonë, wow, a veden që kjo është që ajo që e kësha bo, ma për para e kësha kënu qëtu, se sa ku dush tjetër, apo kupton në qëtë format. Se është, s'pëdi, është ondër prapet përse po myta atu përsërit si politikan, po është ondër e se cilit artist. Normali se edhe unë e përmenda që është diçka që dalan për krejt performancave. Definitivisht. Por shkak të shumë mirë e spjegove edhe pjesën që shendi kur je taku para 42 instrumentistave. Si kena taku krejt hala, po në haro kështë do të bëtë do provat voglat, po pjesë. Edhe din që në ki 42 vetë mëra pa plus dirigentin aty. Po, se nuk të pyta, po qështu po këthejemi, shkojmë për po, back and forth. Që ka tha Kresha marë, kur erë kjo ide, kur erë kjo mundësi, ullet me diskutu edhe që tha,
Kresha mas pari ka full me Benin për këtë punë dhe unë jem kon këtu hesh, kur u ktheva, më vone A shprej? Hajde për hajde, ta shua. A pas ka preja? Pa qishta e kom vendos, e kom ditë që atë s'kom pas nevoja, se vesëm njëri tjetërën për sësa. Edhe do më thonë kitë, ashtu në herë, ta shajde për hajde. We're gonna smash it, but then that's it. Do thonë, Kresha, takimin e parë, mandej ty telefonatën, Po, tani jena kam fillu takimet zyrtare, normal që i kina lonë ato, i kina qit ato pikat cilat o dasht mi në farloj, që po thojnë këta game plani, në farloj business plani i kësaj pune që jënë caktu principet, jënë caktu punt, jënë caktu me qa ko më marrë kusht, qa përna duhet neve, sa instrumentalista kanë me kanë, ku ka mu majt, e tjere. Unë du më shfrytëzu rastin për diri sa po flasim me festimin për normalisht Red Bull Symphonic, ha? Ja, man. Biletat, mira shpejt se fjalla për datën 2 korrik. 2 korrik u veçert, që edhe pak dit që i bjen i pari, ja, Allah e markure për bika. Se di kështu me dit më të se di në Dit jave, thjesht, dit jave. Dit jave. Kështu që ma saksisht, ma pak se një javë janë për bileta, është diçka shumë e bukur, une u mënoha me nëzirë diçka mos është edhe nata 2 të s'mëna të regojnë, po nuk pas ka siguroni që natës parë me i marë biletat që Red Bull Symphonic për shinin e ekran, Elsi Kresha Lyrical Sun, e bëni blerin e biletës edhe shkani, dhe më thonë ka dhe ullë, se ka me pas pjesë që kanë më ullë, edhe kanë me përjetuat mramje, dhe më thonë mënyrën matë mirë të mundshme. A kemi dalë me kitare aty? Ja, nesme, batër me kapë, më dhe marrë me kapë gitarën mua aty. Një kong? Unë më mi kapë me bu një album, po qysh me kapë në gitarën aty, a gitaristi është i filharmonisë, për shamë, dhe ty t'vjen marrë veç me thonë gitarën në sytina. Dhe me thonë, mësë po do më nabo me fasive që hajtë. Si dhjet, surpriza, jo surpriz, po surpriza. Surprise, të regëm për i kongve, ndo një, a mundë me përmend që e keni përzgjell, edhe a keni lujt në aranjmanën. Po, gjithë shka. Gjithë shka ko me konë, do me thonë, saj përket soundit, saj përket tingullit, që po mënuna me përdurë sa ma shumë shprejshit, saj përket tingullit këti koncertë, që shko me tinglu, gjithë qysh është për shtatë Red Bull Symphonic. Për shambull, nuk mundet me tinglu konga që ka 808 drums, ka bateri 808 që atë e din që e në ato, nuk mundet me t'i bua 808, atë saj është, a t'i bënë më nashta me koma. Në gjyrat e kompjuterizume. Po. Për ndryshe, qaj zo ka mu transformu në atë vintage, në atë klasikën e zonit që bërën për një instrumentit natyror, apo kuptan. Këtë rast, normal që du të me ju përshtatë dhe që ati zonë, dhe si artist. Edhe mënyra këndimit për shambull du të mu përshtatë. Nuk mund është për shambull të me konë aty tough rapper, kur e ki për mas një pizzicato të të përcjellë. Ting, tang, ting, ting, përdhen, dësh, me qenë në aranjman, do më thonë, në harmoni me instrumentin. Unë besaj që unë me Kreshën, kjo jo veç për kundër përvojës që e kena Sovjet, po dhe për të unisë për dashnis që e kena për këtë punë, dhe të unisë prej mënyrës që shubo kjo punë, besaj që kena me besaj edhe shpresaj, mendaj, që kena me bu një performansë pa arrushme, edhe kena me umunu me pru matë mirën tonën me lona shta një cupë të shpirtit që atë. Këto provat që i keni bu, është përfshin dhe një kongë shtu komplet që e dhe një këtë dëzhu? Po e më të umunu me t'i ikë soj përgjigje, jetë më pasë si bëjë kjo. Sevre po mi ikë, po kom qef me dit atë emocionin, kur e ki dëgju kongë që shpërtiva. Po jo që po ta tregeni, shumë interesant, bravo. Kur ma kanë shu një demo, isha halo kesh në Amerikë, edhe kesh me fmi të nejtë në park, edhe ma dërgu një demo, ata që qështu komuni për afërsisht një kongë. Dhe më thonë e kanë inqizu kongën? Pasha zotin, do më thonë ma bu një qika bab se po konë, tash jem të kojtë zemër, tash jem të u knoqë. Jem të shiju. Ua, kur e kum një, do më thonë, kur s'po du me përmen kongën, sa ajo dje që e knujna në atë kongë, kur e kum një, do më thonë, harshet, e kum një frimoret. Apo kupton,
tjetër fillim, ke tjetër ndjenjë, tjetër, dhe më thonë zamra mal. A ki pas kërkes, ose ty ose Kresha për ndonjë instrument me qenë ekstra prej komplet? No. A nuk keni përzi? Jo, po jam 42. Po. A për dhe është budallaki do më thonë, sidomos prej dirigentit që ku pi shkru në emni atë gjia në emin, dhe më thonë, është mirë vlla me alo njerët që mirët me këtë punë dhe që ka marrë shmime, është i njoftën, është shumë profesional, me alo njerët këtë punë, na mos më përzi heq. Na më përzi aty ku dina, për shambull. Aty bëllë, ja, pjesa tjetër jo. Aty është e jona. Aty është e jona. Kështu që ka me konë një performancë fantastike, edhe dveta dhe ma herët, po emocion sa dusha. Po vëllon, prova mu më kapshin emocionet, prova të i bo, dhe me thonë, e shisha vetën, nashta edhe jam që ashtu i formum si njere, apo kuptan nuk muna, që ashtu që shumë shes që tu jam me fmit mi, me bab të me non të me publik me krejt, jam pak shumë emocional, po ma mirë me kone emocional, se sa mi më shef ato, e mu krus mrena në shpirt, A i keni ftu, ose të pak, a i keni ftu? Po a kanë me ardhe producentat që kanë realizu kongë? Po. Sa dhe për ta ka me qenë një moment shumë veçantë. Ka me pas, me të kalzu kështu drejt, e kom pas shumë problem punën e qëti koncertet edhe në dhe Kresha se për na pirin për bileta. Edhe është, edhe në qysh, të s'ki qare pa edhe njës të tu, familjes tane. Po jo dhe është shumë e thjeshtë se të hinë online aty e kryjë procedurën edhe... Po, qëre, dhe më thonë... Dasha mirët nuk... Ata tretit ngusht ata e din, ata i kanë morë para se me menua nena, po njës tjerë për shambull, edhe po thojnë s'komo, do po thojnë komo, do po thojnë s'komo, do po thojnë a më nëshme na gjithë na pi pagujna, po VIP atje na do vëlla. Mo përse jem të dosht mi mësu që të tekste për menshë, jevi që kam bës, jevi që kam qenë. Që ja linkun. Jas, jo, po munona me krypun. Po që unë është mi bo thiri e këto? Lem një ratës në zonjë, vizi jam. No, është ka lidhe, jo, në moment kur të lojnë ratë atëre nuk je relevant. Po, edhe më do këtë... S'po du me më do ratë, Më do këtë që më zgabovsha, une aty s'dija kësh VIP dome. Më do këtë që s'kesh. Sa nuk ka. Unë po të kalzojnë, jam informum. Po se është një format tjetër i... As nuk e di bilet që shka mu duk. Kom po pak diçka, po nuk po du, se po du me marrë dhe mu një farlojmë djenje e surprizës që kur të shkaj për herë të parë, adem, të vane. Që? Po. Do më thonë, hyrja nishi, hyrja për mysafir dyshi, zonë për mysafir të ftuar, parking, rruga kryesore. Do më thonë, zonë për mysafir të ftuar, zonë për mysafir, hyrja për mysafir, dhe më thonë nuk ka VIP eksigjon në pushon, në përshjet që... Jo. VIP në ketë ata që vinë atë. Na i trajtojnë a krejtë si VIP, se kur momentin që t'i knën live, edhe dëbët zoni sigur mu që më ka bujë stasë më dërko, A jetë rujtë më rase? Jo, e kam një problem dvogël që të erdo kurëm dhët me... Po, është një operacion i vogël i letë, së është në ifësan, për gjësë është apëdën, se ta është shokante, zëmë se fulla. Pare që jem televizion, sa si djeta. Jo, është një diçka që kam e mlonë, është një muj, 2 muj, me nejtë pak, që jëmë vynë edhe mua, ja, për ndryshe, që shkesh të tonë ma herët, krejt ata që vinë jenë VIP-a për neve, men. është VIP, you're a very important person for me. Se momentin që ti pendon kohën tonë, që ke pas me shpenzu tjetër kënë, parët e tua, për njerëzës tonë, për argjën, bilet, për me ardhë me mungu mu, ti je VIP për mu. Dosh me vlerësu në vërësh. Po ju dosh me vlerësu, dosh me stër vlerësu se qaj të bën ty. Në më që ata njerëz të bëjnë ty, nuk të bën ty vetja. Ty të bën zote që ta mundësin, shnetën, talenten, edhe që ata njerëz që reflektojnë me talentin tënë. Mos e kesh përdar. You have to say thank you, faleminderit, ka do që nalt e drejtë. Që është dush, apo kuptan. Ka të kthesh, a? Me konë soma kom për toke edhe qash ma mirë edhe për jetimet, qash ma originaljen për jetimet, apo kuptan qash ma natyrale është gjithë shka, se u plastifiku për pos
trupit edhe ftyrës u plastifiku dhe jeta, apo kupton? E din që apo flasë, jena prende dhe dim që apo flasim. Është bu shumë shtirë me fillit qatë me tarë qaj e ndjenë që e ke pas të si të në gjithë që në arrit na, për shambull qaj e knasi sot është iPad-i, është interneti, insanët na kena vjedhë akumulatora, bateri, e maru buksa qekën se me kanë rejnë shkollë, apo kuptan? Apo kuptan, e tash për ndryshe, pra po këthejmë të qaj tema kryesore që kem të full, njerës që të ngojnë edhe njerës që ti din tekstet, ata nuk e din mësimin e fundit, ose karon fakultet ta din ty tekstin. Që e ka fokusin shumë të madhe aty edhe dashnin. Edhe shumë shtirë. Tash këta që kanë me ardhë, sa e kuptova une pas kanë me dëgju kong prej albumet të para dhe te albumi i fundit tash. Po, Sali me Ferizi. Sali me Ferizin që në ardhën maj. Pej receptet të patikave të mija, kresha lirikale, deri te Sali e Ferizi. Specifikisht do një kong zdishtë me na përmend, po thanë semaforin diçka. Ajo dijet, bezamër. Jënë ato trademark kong të tuna që si pint. Kena ardhë që ashtu si pint, pa mu. Për shambull, në atë ku kon pak shumë, jo pak, po shumë kon risky me ardhë me një sasi albumi që ka ardhë kresha me festimin 2011 dhe na bëjshën shukt, ku po shka një me këtë farë underground, nuk është të natë, music is music. Underground komercial, si të dilsh televizor të e komercial. Ska që u kry puna jote, apo kupten. Pa është e mira, është e keqa, është e leta, është e ronë, çfarë zhondre, është mane aty. Varsisht prej. Ka, që që gjenë rrugën, a? Festim, se po arqohen minutat atë të kështë obligime për mdojnë. Po bre vallaj. Të kështë adorë të shamoj dhe në 6:30 të. Unë kam u këthy. Ja, s'kom po që sa më Po ty vetë ki faj e vla, pëse s'po më thirë? Po mire kim. A kujtot? Mire kim. A, poni me. Malja kime tash. A me neve po keshë na? Se po keshë një me neve vla? Do po serios vine. Jo, vetë ko faj, se me seriosisht po tëmë. Po me të obligime vetë do. Ky u kon për para e që ma kanale ma kalë shumë. Në kona që të kanë mire, kreqë, mire. E që me pej matë mirëve u konë gjërë, a pasha zotin po. Po dishi, shkrete, qavë. Ja, se një majë të bu, a ki studio, s'po bo më kur që me Ja, studio? që të nduka që ka 2 që të janë. A ki një me studio s'ki? Pse s'pe bo një studio? Ta shpekthejna intervistën të Trakla. Kur kini filluar të mirë në muzikë me pse Trakla? Red Bull Simfonik. Kështu që me 2 korek, Ja, man. kena mi prit krejt aty, se edhe në pëtu më ardhë aty, edhe mi prit edhe tjerë, normalisht Gjithë ambientin edhe atmosferën edhe krejt atë knatësi që kena me pas aty. A ka marrë amët së përsi për zërimin e krejt, sa e masi po buhet në atë sala, e din, a i nxarje, sa shumë rëndësishme. Ish habe kajna anung. Zdi kur të farë lidhës kom për këtë punë, po e di që nuk bëhet kjo pyetje kur i ki, do më thonë, njerëz të filharmoniave të shteteve të ndryshme, të Kosovës, Shqipnisë. Kisha se s'pyta, do më thonë, është ky lloj kombinimi, a? Nuk është veç... Po, jo, është ka mas shumë të normal që janë të Kosovës, a? tonë. Edhe ki kombinimet njerëzve për shembull që aty veç diploma dhe fakultet është rënë, e lema. Qa më interesant se tha 42 vetë. A ka qenë do një që, se unë sa e di, ka shumë raste që, për shembull, janë në filharmoni, zotrojnë violinën ose ndonjë instrument tjetër, po dëgjojnë për shembull rap. Ose dëgjojnë rock ose një stil të muzike. A ke ndonjë aty që nëse mu me qujtë që një farloj fansi që i dike kongë. Jo kënë dë një, po kejtë kënë gati. Edhe qysh Pasha zotin gati krejtë kënë. Zhë, po ata jenë moshin matrisina. Edhe ata tu rritë normal që nëse kanë ngu që hip-hopin tonë pa në ngu, neve s'kanë mujtë mejtë. A në kanë doshtë, s'na kanë doshtë, po folshëm edhe thëshin, po jo men nëzë s'kena prit, jena rritë në muzikë me kongë t'juve. Edhe është normal që është një farloj letësime dhe për ty, për shka po thëmë letësim, ose kur dikush dënë edhe të versën si artistët ta dim punën, e të njëjtën kohë tash e ki bashkë punëtor, apo mërvesh, është letësuse. Apo kuptan shumë letësuse se he feels me, a e din, apo kuptan. Njëjtën kohë edhe kur janë instrumentalistat e risi, do mos që ke generata are, këta janë
edhe të edin, si producent edin që kanë shuffle pak ma shumë, nuk jenë bashkë sakt kështu, bum, ka, bum, apo për janë, e kanë pak do shuffle, e kanë pak një farlej, ato pullat e zezat janë. Që s'kan guzu për bora me preke. Zezat ka pak, zgjënor. Po, dhe më thonë, nuk bot, edin, soj përket zërimit, soj përket kësoj, është top notch, është ma e mira që mundet mu ofru dikën, kështu që mos nuk vjen ajo në shpreje. Për fundun edhe njerë, po du me thonë, gjithë që për në ndjekin festimin a të regoj shumë shka rrët kësaj mramje fantastike që ka me qenë. Red Bull Symphonic hynin faqe, regjë, po qëte në ekran që le ta shojnë, me hyn faqe dhe me kry punën e biletave, se ka me qenë një mramje fantastike, që keni me taku aty MC Kreshën, Lyrical Sun, keni me taku 42 instrumentist, dirigentin, edhe nëse dikush tjetër që s'po folim sonte, s'po përmendim, dhe më thonë behasit, me qëndru Më qa muna me nda është, muna me nda që Luni edhe Shpat Deda kanë me marrë pjesë. Të më thonë janë pjesë. Po, apo ma shumë tash s'po foli. Që, për hatër tonin, dhe më thonë, që kjo është ajo. Kështu që, për dini çfarë mramje fantastike ka me qenë, festim, Lyrical Sun, faleminderit shumë. Ishte ndërë në asin dhe privilegj plako. Ja kena bosh njëni tjetër të edhe një bisedë këtu në studio, në Rizod. Që me folë për shumë sanë tjera, se sprejka onë të festimit, të puna e bashme, të familja, të kongë, qysh aja, qysh kja, qysh kështu, dhe shumë qka tjetër. Qysh tash ma harët, të numrin të anë ki, bile by the way të rrugës, të thiran atë numrin që e ke pas për para. Një diçka që shumë bërë. Thash, pardoni, tha jo, thash më falë, thash kju. Po jo, sa ata e kam të rujtë në sim kartela, po kuptën? Po aja është kur me studio. Su në atë vjetërën se këmë dru alo, e kam edhe atë vjetërën. Dhe më thonë me të mëshmi në alo. E kam e këta që se din kërkosh për atë vjetërën. A më mëshmi është aktiv. E falë që 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 fajndirit shumë, faleminderit të juve, gjithësysh. Fola ki i pitina kështu hish pa vetë se... Ta përmetoha të pi poshtit, ha? Pa une ishala të shë, se në ato momente po mdo këtë ka me mu bua ajo dhe tunnel vision në qështirët ajo. Vesh mi mshel sytë, syzat vënut, mësë me mposhi i këm sytë pëshel. Po me shiube me përjetu atë mromë. Po. Faleminderit na përkalojnë tek Latina e Joni, derisa përshëndeten me festimin. Hajde të na, të dhoma tjetër.